e ki bo një shkrim. Edhe e ki bo një shkrim, e ki pas lajka s'ki, as shikime s'ki, i ke pas ndoshta një 10 shikime. Ke nipi dikujt, që i shkrim është bo sebeb që njeriu ka dasht me bo vetë vrasje, edhe e ka shiku qatë postimin ton, që e kanë shiku 10 njerës, edhe nuk ka bo vetë vrasje. A din që është një madhë është kja? Para të arsye, ti bën e tondën, e pastaj ti nuk e din. Sa vllazni dalin që ti nuk e din. I thënë filan hoxhës, i thënë vallaj filan hoxha o bose, o hoxhë, je bo sebeb ti. Filan hoxha, filan, je bo sebeb je modëzu, je bo sebeb një anis namazit, je bo sebeb me kuptu akide me sakt, je bo sebeb kështu. Ti nuk je në gjare heq, nuk e din, ti e ki harru bovak. Para të arsye, Allah nuk ta hu mundin. Mos e arë, kur hec ta hu mundin. Dhe gjykimit kretiki. Mos u mashtron, normalisht vllazni, puna e mbështetjes, e përkrahjes, është mirë se ty të nëzit me bo halë ma shumë pastaj. Nuk i le vend shejtanit me të bo përshpëritje. Mirë, pa mos tjetë kriteri jyti, po përkraha, po vazhdoj, po su përkraha, le kret. Jo, do të me pas kujdes, thirësin në këtë gjë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, shumica e njerëzve, sa do që ti të dëshirosh, nuk janë besimtar. Suratu Jusuf.